Profesor, një ndeshje e bukur, një ndeshje me sulme dhe kundër sulme dhe më në fund u arrit fitoria. Sot ju shkuat edhe realizuat ëndrrën tuaj drejt play-offit. Si e pat ndeshjen dhe çfarë vlerësimi keni për lojtarët, po sigurisht dhe si e prisni ndeshjen e radhës? Unë duhet të falenderoj lojtarët për fitoren e sotme, sepse sot vetëm fitoria na mbante në vendin e 5 dhe siç e dini, me gjithë sakrificat në fazën e parë, me shumë probleme, arritëm që fazën e dytë merrshim po them maksimumin e pikëve dhe të realizoshim këtë objektiv që ishte vënë në fillim nga kryetari i bashkisë. Unë përgëzoj gjithë djemtë sepse rrethfusha nuk ishte në nivelin e duhur. Normalisht ne jemi një ekip që stërvitemi në sintetik dhe jo pa dhe vetë raste që ne krijuam dhe shpërdoruam ishte për pamundësitë të fushës. Ndeshja e radhës sigurisht është një ndeshje e vështirë. Objektivi kryesor. Ne kemi ndeshjen me ekipin e Sopotit, ne nuk kemi çfarë humbasim, do të luajmë për kualifikim. Unë kam besim të djemt që do ja dalim. Faleminderit, suksese. Faleminderit.